Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bandovi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, java që kaloi pra isha për vizitë në Turqi. Hafizi i cili pra ishte për me neve gjatë muajit të Ramazanit e pat një ndërhyrje kirurgjikale dhe isha për vizitë tek ai në ditën e operimit. Spitali ishte shumë i madh. Dhe duke qëndruar të nderuar vëllezër në spital, u mundova ta kuptoj realitetin e njeriut. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha akthiru min dhikri hadimil ladhat, përmendi apo shpeshtoni përmendjen atyre që ju shkatron pra kënaqësit, pra për vdekjen, pra për mi kthy njeriun dhe mi vetëdisu njeriun. Unë po them që nëse unë dhe ti duam ta kuptom jetën reale apo ta kuptom realitetin e njeriut, njeriu e kupton në spital, kur ballafaqohet me lloj rastesh. Kishte raste i shihshe fëmijë duke qajtur kur i merrshin nga prindërit që t'i çojnë për në operacion. Kishe familje duke prit lajmin nga mjekët, vallë, a ka kalu operacioni me sukses apo jo. Pra, edhe pse pra spitali shumë i madh, kishte shumë dhe shumë raste të ndryshme. Duke qëndru në dhomën e pritjes të nderuar vëllezër, shpesh herë mu sjellshin ajete dhe hadithe në mend, ku flet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për realitetin pra të njeriut, për realitetin timin dhe tytin. Një prej ajeteve të nderuar vëllezër që gju shumë vend tek unë dhe dua ta ndaj edhe me ju një përjetim. Shpesh ne lexojmë ajetet, dikush shqip, dikush arabisht. Mirë po të nderuar vëllezër, shumë nga ne kur e lexojmë ajetin wa qalilu min ibadi ash-shakur, si reflekton ky ajet tek ne. Allahu subhanahu wa taala kur flet për robërit, për njerëzit, kur flet për mirësitë dhe dhunti që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, thot megjithatë njerëzit thot apo robërit e mi janë pak falënderues. Jam i bindur sa ato njerëz të cilët ishin në spital, ishin në gjendje të japin çdo gjë që posedojnë vetëm t'i kthehet shëndeti. Vetëm të kthehen në atë gjendje të cilët jemi unë dhe ti për momentin. Allahu subhanahu wa taala nuk po kërkon që ta jep çdo gjë. Thjesht po kërkon nga ti që mos të hysh në kategorinë e njerëzve të cilët nuk janë falënderues. Çdo kush prej nesh të nderuar vëllezër të reflektojnë në vetveten e vet dhe të ndalet dhe thonë sa jam unë falënderues. Sa jemi ne falënderues ndaj gjithë këtyre dhuntive dhe begative që Allahu subhanahu wa taala na dhuroi. Apo thjesht do kërkojmë atë gjë të cilën ne nuk e posedojmë. Pra wa qalilu min ibadi ash-shakur, pak nga robët e mi janë falënderues. Pra ky ajet të nderuar vëllezër nxuri shumë vend tek unë. Ajet tjetër të nderuar vëllezër që nxuri pra duke qëndruar në atë dhomë dhe duke u mundu të jetoj ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur flasin për realitetin e njeriut, sepse këto ajete dhe këto hadithe të nderuar vëllezër nuk kanë zbrit thjesht veç të lexohen, mirë po kanë zbrit që të reflekton çdo kush në atë pjesë të dobnë të cilën e ka. Thot Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan realitetin e njeriut, thot wa laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne thot Allahu e krijuam njeriun në vuajtje.
Pra, njeriu çdo kush nga ne përballet me smundje, përballet me vojtje, përballet me mërzina dhe kështu me radhë, dhe këtu të nderuar vëllezër nuk dallon i pasuri dhe i varfuri. Pra të gjithë Allahu subhanahu wa taala njeriu në tërësi e kemi krijuar thot në vojtje. Kur kemi ardhur në këtë botë, kemi ardhur duke qajt. Pastaj gjatë këtij udhtimi të nderuar vëllezër, dikush më shumë edhe dikush më pak, ballafaqohet me sfida, me sprova, me smundje dhe kështu me radhë, me mërzia. Pastaj kur del nga kjo botë, të tjerët mërziten për ty dhe kështu me radhë të nderuar vëllezër, kjo është realiteti i kësaj bote. Pra ai i cili e kërkon lumturinë e përhershme në këtë botë e ka gabim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruvi jetën e njeriut, transmeton Abdullah ibn Mesudi dhe thot një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na vizitoi një katror. Pastaj e vizitoi një vit të gjatë dhe doli jashtë katrorit. Dhe pastaj i vizitoi disa vija të vogla. Dhe tha: katrori është exheli apo afati i jetës së njeriut. Kjo vija e gjatë të cilën ka dalë jashtë katrorit është shpresa e njeriut dhe ambicia e tij. Ndërsa vijat anas, majtas dhe djathtas janë sfidat dhe sprovat të cilët ballafaqohet njeriu. Pra të nderuar vëllezër, shpesh njeriu i ka shpresat dhe ambicjet më të mëdha se sa katrorin apo exhelin në të cilin gjendet. Dhe kjo është realiteti i njeriu. Pra ne jetojmë mes realitetit dhe shpresës të cilën gjendemi. Dhe shpresa shpesh të nderuar vëllezër na ban të harroj realitetin në të cilin gjendemi. Islami nuk ka shkundër që njeriu të ketë shpresa të mëdha. Islami nuk ka shkundër që njeriu të ketë ambicie të larta. Përkundrazi thret në ambicie, sidomos në ato ambicie të cilët janë në dobi të fesë, të familjes, të komunitetit, të shoqërisë. Dhe nëse nuk ke mundësi të realizosh ato ambicie, mirë po je i sinqert në to, do ta merrsh shpërblimin edhe nëse nuk i ke realizuar. Deri këtu jemi në rregull. Mirë po të nderuar vëllezër, ku qëndron problemi? Problemi qëndron se shumë nga ne kemi shpresa dhe ambicia shumë të larta, që ato ambicie dhe ato shpresa na ban që të harrojmë mirësitë dhe dhuntitë në të cilin gjendemi. Pra, shpesh duke pretendu dhe duke u mundu dhe për me arrit dhe qoftë pasuri, qoftë pozit, qoftë një status të mirë shoqor dhe kështu me radhë, të angazhuarit që të arrijmë pra shpresat dhe ambiciat e larta, na ban të nderuar vëllezër që të harrojmë, të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala në ato dhunti dhe ato mirësi të cilet jemi të zhytur. Pra të thash, vizita e të sëmurit në për spitalet të nderuar vëllezër e sheh dhe e ban njeriu të reflektoj me realitetin në të cilin pra është. Për një atë Allahu subhanahu wa taala kur e përshkrui njeriu tha innehu kana zaluman jahula, me të vërtet njeriu ishte i pa drejt dhe i pa ditur. Është jo falenderus, wa abal insan illa kafura thot. Shumë nga njerëzit thot veç janë mohues. Pra të nderuar vëllezër, po ashtu një hadith duke qëndruar në advent, më kujtu një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndoshta ne për çdo ditë e kemi atë, mirë po nuk e ndjem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men asbaha mu'afan fi badanihi, aminan fi sirbihi, lahu qutu yawmihi, ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Thot kush thot gëdhin në mëngjes, zgjohet në mëngjes. Men asbaha mu'afan fi badani, është i shëndosht në trupin e tij, pra ka shëndet. Sepse të nderuar vëllezër, ka mundësi të kesh shumë gjëra, mirë po nëse nuk i ke shëndetin, privohesh të shijosh edhe ato begatit të cilat i ke. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush zgjohet me shëndet të mirë, aminan fi sirbihi, është i sigurt në shtëpinë e vet.
Siguria, të nderuar vëllezër, ka shumë rëndësi që njeriu ta ketë një jetë stabile. Lehu qutu yawmihi, e ka ushqimin e asaj dite. Ka annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. A thu se ky person e ka të gjithë begatit dhe të gjithë thesaret e dunjas. Pra të nderuar vëllezër, shumë nga ne, apo falënderimi të kanë Allahut subhanahu wa taala, i kemi të gjithë këto 3 thesare, apo këto gjithë 3 shtylla, të cilat pa këto, çka do të kesh, nuk mundet njeriu ta ketë një jetë të lumtur. I kemi. Mirë po, pyetja është se sa jemi falënderues për këto 3 nimeta apo këto 3 dhunti. Pra, siç thash, mu sillshin shumë ajete, shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke pa raste dhe gjithë nga ne kemi vizituar të sëmurit në spital dhe nuk është hera e parë. Mirë po të nderuar vëllezër, duhet të jetë mësim. Vizita të sëmurit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht i ka dhënë vlerë dhe rëndësi të madhe ta vizitosh të sëmurin. Pse? Sepse e kupton realitetin tënd të cilin je. Si person se sa i dopt je, atëherë mos të bahesh kryelart. Mos të bahesh mohues ndaj dhuntive dhe begative të Allahut subhanahu wa taala. Pra, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne thot e krijuam njeriu në vuajtje. Kjo nuk do me thonë që njeriu duhet të dorëzohet. Kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet të ballafaqohet me realitetin. Mirë, po kjo është një realitet që njeriu nuk mund nuk mund ta mohoj. Allahu subhanahu wa taala kështu e përshkrui njeriu. Mirë, po ajo që kërkohet nga njeriu të nderuar vëllezër, është që t'i përdor mekanizmat e duhura që të ballafaqohet me këto vuajtje, me këto sprova, me këto sfida, të cilët e godasin gjatë këtij udhëtimi dhe gjatë të këtij qëndrimi të tij në këtë botë. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete, siç thash, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na drejtohet dhe na tregon për realitetin e njeriut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzoi që ta themi një lutje pas çdo namazit. Kur e kryjm namazin fals, është mirë që ta themi një lutje. Mirë, po kjo lutje të nderuar vëllezër nuk është thjesht lutje, por mendoj se është një ekuacion i jetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush e kryen namazin dhe e thot një lutje, Allahumma la mania lima atait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfal dhal jaddi minkal jadd. O Allah, thot nuk ka dikush që mundet me dhanë diçka çka ke privu ti. Dhe nuk ka mundësi dikush me privu nga ajo që ti ke dhanë, dhe fuqia e të fuqishmit nuk ban dobi para marrëdhërisë tame. Pra të nderuar vëllezër, kjo do të thotë se njeriu ka mundësi t'i ketë shumë gjëra. Mirë po, nëse Allahu subhanahu wa taala e ban që ky njeri të privohet të shijojë ato mirësi, nuk mund të shijojë. Dhe ka mundësi që shumë njerëz të bashkohen ta privojnë njeriu të shijojë disa mirësi, nëse Allahu ka dhënë urdhër ky person do të shijojë. Është një rast të nderuar vëllezër, ndoshta edhe kam përmend këtë mimber, mirë po do ta përmendja edhe një herë, shkak që ka lidhje me temën. Dhe Allahu subhanahu wa taala thotë dhe përkujto se me të vërtetë përkujtimi i ban dobi besimtarëve. Sepse Allahu subhanahu wa taala kur përmendën tregime në Kur'an, shumë herë thotë laqad kana fi qasasihim ibra. Në tregimet e tyre ka mësime. Pra njeriu tregime që ndodhin të nderuar vëllezër, qofshin ato të kaluara, qofshin apo ato të cilët ndodhin në kohën tonë, njeriu nuk duhet mi marr si tregime thjesht, po duhet nga çdo tregim me reflektu dhe me marrë dobi të cilët i nxjerrën nga ai tregim. Ky tregim të nderuar vëllezër nuk është tregim para 1000, 2000, 3000 viteve, dikush mund ta kontestojë, i vërtet nuk është i vërtetë kështu me radhë. Ky tregim të nderuar vëllezër ka ndodhur në kohën tonë bile para 1 vitit dhe mund ta vërtetoni dhe ta lexoni në internet dhe kështu me radhë. Edhe gjithë gazetat botërore kanë titulluar Vdiq princi pra saudit pas 15 viteve në kom. Kështu është titulli pra dhe mund ta gjeni nëpër internet. Të nderuar vëllezër, ky tregim apo ky rast me të vërtetë ka ndikuar shumë tek unë. Shumë aspekte.
Pra dhe nuk duhet të jetë një tregim që kalon thjesht ka vdek një person. Sepse njerëz në këtë botë 2 apo 3 gjëra shumë mundohen t'i arrisin. Pozitën, pasurinë, ndikimin shoqëror dhe kështu me radhë. Ky person i pat këto të trijat. Në aspektin e pasurisë rrjedh nga një familje multimiliardere, pra familja saudite çdo kush dihet për pasurinë e tyre. Në aspektin me ndikim është nga familje që kanë ndikim sot në botë, shkak sepse kanë edhe pasuri dhe pasuria e lun rolin e vet në ndikim dhe në marrjen e vendimeve. Pra, ky person të nderuar vëllezër shkoi në Britani që të studiojë. Mirë po rastisht nuk ka mirë, po sipas saktimit të Allahut me rëndësi, ky njeri bani aksident. Dhe prej momenti që bari aksident, ra në koma, qëndroi disa vite pra në Britani, në kujdesin e mjekëve më të mirë, nuk mund ta kthej në gjendjen e mëparshme, pastaj e çu në Saudi, gjithashtu në kujdesin e mjekëve më të mirë, janë shpenzuar në 8 miliona apo miliarda euro që ky person të kthehet në jetë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij, desh që pas 15 vite apo 20 vite që cili qëndroi në vdekje klinike, të vdes pra përgjithmonë dhe mos të kthehet në jetë. Pra të nderuar vëllezër, unë dhe ti të cilët Allahu subhanahu wa taala na begatoi me shumë dhunti të mira, mos t'i hapim derë shejtanit dhe të na mashtroj dhe të mundohemi apo të mendojmë se lumturia dhe kënaqësia dhe rehatia e jetës tonë është vetëm në ato gjëra të cilët nuk i kemi. Pra t'i harrom, t'i shijom momentet dhe begatit dhe dhuntit të cilët jemi të zhytur në ta, pa marrë parasysh, duke u nis nga shëndeti, nga familja, nga rreth. Pra gjithë këto dhuntit të nderuar vëllezër, elhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala na begatoi dhe na dhuroi. Pra mos t'i hapim derë, sepse shejtani të nderuar vëllezër vjen dhe t'i sjell njeriu të mërzi dhe brenga dhe mundohet dhe gjithmonë ta shikoj atë i cili pra duke nëse një njeri paraqet në formën e jashtme se është duke u kënaq, çdo kush prej ne, jo çdo kuj, po atë të cilët shejtani ka tek ato ndikim më shumë, mendon se filani është duke u kënaq. Edhe pse ndoshta ai në pamjen e jashtme shpreh një lloj kënaqësie, mirë po ka mundësi të nderuar vëllezër, ai person nga brenda vun me vuajtje të ndryshme. Pra të nderuar vëllezër, e para të cilën dua ta ndaj me ju përjetimin e parë dhe që dua të reflektoj tek ne është të jemi falënderues. Mos të hyjmë në kategorinë ku thot Allahu subhanahu wa taala wa qalilu min ibadi ash-shakur. Pak nga robët e mi janë falënderues, pra të jemi falënderues. Jo rastisht të nderuar vëllezër, nga të parët tanë, i kemi ndëgju duke thënë nëse ne u ankojshim, thoshin banja shqyqyrin. Banja shqyqyrin të nderuar vëllezër e shef pra çka do të thot pra kur ballafaqohesh, kur Allahu subhanahu wa taala të sprovon me një smundje, apo thjesht kur e shef dikan që është i sprovuar. Banja shqyqyrin të nderuar vëllezër do të thot tregonuni falënderues. Tregonuni falënderues për këto dhunti dhe këto mirësi që Allahu subhanahu wa taala na begatoi. Dhe mos pra ambicia dhe shpresat dhe të larta të cilat i ka njeriu, mos ta bajnë që ta harrojnë ato dhunti të cilat i ka për momentin. E dyta të nderuar vëllezër, njeriu siç thash, ballafaqohet me sfida, ballafaqohet me sprova, me vuajtje, sepse Allahu subhanahu wa taala kështu e përshkruvi kur e krijoi njeriu, pra e krijova njeriu pra në një laqad khalaqna al-insana, me të vërtetë e krijova njeriu në kebet, pra në vuajtje, në lodhje, në mundime dhe kështu me radhë. Kjo të nderuar vëllezër ish realitet, mirë po njeriu duhet mi përdor mekanizmat e duhura që Allahu subhanahu wa taala na udhëzoi. Dhe këshillat profetike që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzoi që të dalim nga këto sfida dhe vuajtje në mënyrën më të duhur dhe mos të provojmë me logjikën tonë të mangët të ndjekim rrugë jo të duhura sepse janë në gabimin tonë. Dhe e treta të nderuar vëllezër, e lutim Allahun subhanahu wa taala që çdo të sëmur Allahu subhanahu wa taala të shëroj, t'i kthen në familjet e tyre shëndosh dhe mirë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.